Përderisa ti nuk e kupton energjinë, frekuencën, pra vibrimet energjetike, edhe përderisa nuk e kupton thelbin tënd, përderisa nuk e kupton vetdijen, nuk mjafton me mendu pozitivisht. Bile jam shumë e bindur se shumë njerëz e detyrojnë veten me mendu në mënyrë pozitive nga frika se nuk do ta kenë një ditë ose një javë ose një muaj ose një jetë ashtu siç e dojnë. Pra, me detyru veten me mendu në mënyrë pozitive është shumë më e dëmshme se sa thjesht me kuptu çka do më thonë thjesht me pranu ose akceptu realitetin aktual siç është tani. Dje unë e kisha një takim me një kolegën time, e cila më tregonte se motra e saj është e smur nga kanceri. Kur e përdori fjalën kancer, nuk më pëlqen fare, sepse e di që kanceri nuk është ashtu siç tingëllon. Do më thonë, vetë fjala kancer është aq e frikshme që në momentin që e kupton, ajo fjalë ty të mbyt, ende pa u krijuar smundja. Pra, bisedon me atë shoqen time, dhe po më tregonte se motra e saj është mjaft pozitive, shkon në palestër rregullisht dhe po më tregonte gjitha shenjat apo mënyrën e jetesës së motrës vet, dhe unë e kuptova që motra e saj është komplet në energji mashkullore. Pra, ajo energjia mashkullore çfarë do thotë? Me energji mashkullore, që shumë njerëz fare ide nuk e kanë se çka do më thonë, ne kontrollojmë jetën komplet. Kjo do thotë që ne jemi në kontroll. Njerëz të dashur, kush mundet me kontrollu jetën? Askush, përpos vetë Zoti. Kur na, pra, e kuptojmë, tek atëherë, kur ne kuptojmë këtë gjëra, tek atëherë ne jemi duke jetuar, po e them kështu, në mënyrë pozitive. Pra kujdesuni, mos mendo që ti tani je duke menduar pozitivisht edhe je duke shkuar krejt kohën në palestër, ti je duke jetu një jetë në mënyrë pozitive. Jo, pra gjithçka s'pari duhet ta kuptojmë se sa je duke mundu me kontrollu jetën tënde. Dhe kush nuk e bën këtë, po thuaj se çdo i vetmi person mundohet me kontrollu jetën. Se po të mos ishte kështu, nuk do të kishim pas njerëz të smur ka shumë nga kanceri, as nga shëndeti pra psiqik në mënyra të ndryshme, nga depresioni, nga ankthi, nga panika ataku, probleme me para, mos ta tërheqim partnerin. Pra, apo e shihni se vetëm me mendu pozitiv nuk mjafton. Por mësoni të kuptoni për vlerën e energjisë, për frekuencat e sajna. Ta kuptoni se nga vjen frika, pse unë e mendoj në këtë mënyrë, çka është struktura psikologjike, çka është struktura ekzistenciale, çka është energjia mashkullore, çka është energjia femrore. Pra është një art në vete. Atëherë, nëse ne i kuptojmë këtu, ti prap kthesh në natyrën tënde. Ti, sepse sëmundja edhe të mos kesh para, edhe të mos ta kesh dashurinë që e duhur, pra mos ta kesh partnerin e duhur në jetën tënde, dhe në shumë fusha të jetës tënde, nëse aty ti je në mungesë, nuk do të thotë asnjë gjë tjetër përpos tregon që ti je komplet, shumë larg nga thelbi jot, që do të thotë nuk je në natyrën tënde. Natyra pra është gjëja më e bukur që na mund ta marrim si shembull se si mund të funksionojmë ne njerëzit në jetën tonë. Pranvera e ka kohën e vet, dimri e ka kohën e vet. E ka kohën e vet kur bin gjethet në tokë, e ka kohën e vet kur gjethet prap krijohen. Pra gjithçka na tregon natyra. Dhe ne njerëzit jemi non-stop në mendime, në frika, dhe duke qenë në këto mendimet e tepërta, në rrymat e mendimeve që ju thamune, dhe duke qenë permanent pothuajse në frikë, në gjendje mbijetese, ne e detyrojmë veten me mendu pozitiv. Edhe mendojmë se unë tani duhet ta kem një jetë pozitive, se po mendoj në mënyrë pozitive. Po çka po të çon ty detyrimisht me mendu pozitivisht. Bënja vetes një herë këtë pyetje. Mirë pafshim.